Jam kundër projektit sepse Narta është zonë e mbrojtur që ka specie si flamingo që mund të jenë të rrezikuara dhe është e vetmja zonë që ka atë biodiversitet dhe atë lloj ekosistemi këtu në Shqipëri. Dhe sado mund të jenë përfitime monetare, GDP-a, zhvillim ekonomik etj. Unë jam kundër këtij projekti sepse në fund ditës po luhet me tokën e shqiptarëve dhe pronën private të shqiptarëve dhe jam totalisht kundër.